Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e së martës në aksin rrugor Lushnjë-Berat në afërsi të fshatit Kashtbardh. Dy mjete, një Volkswagen dhe një Mercedes janë përfshirë në një përplasje fatmirësisht pa dëme për jetën e personave që udhëtonin në të dy mjetet. Policia e qarkullimit rrugor ndodhej në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të normalizuar trafikun në këtë aks rrugor. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se mjeti tip Benz që vinte nga Lushnja në drejtim të Beratit ka kaluar në korsin përballë dhe ka aksidentuar mjetin tip Volkswagen. Pasi ka kryer këtë manovër, mjeti tip Benz ka përfunduar në anën tjetër duke rrëshqitur në trafikndarësen e hekurt. Drejtuesi i Benzit, sipas dëshmitarëve okular, është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia ka identifikuar drejtuesin e mjetit dhe po kryen kërkimet për ta gjetur.